Respektuar teleshikues, ju përshëndesim kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në sofrën e Ramazanit është emisioni jon tashmë i përnatshëm që këtu po mundohemi që të bëjmë një atmosferë për ju pas një dite të agjerimit, pas një iftari, pas mysafirëve që i kemi ose u shkojmë, pas namazit e teravive, dhe tash është momenti që edhe pak të pim qaj, edhe ne këtu në sofrën e Ramazanit, por edhe ju në sofrat e juaja. E për të shoqëruar takimet e juaja, ne thrasim çdo natë ndonjë musafir për të arktuar juve dhe në fakt për t'ju sjell edhe më shumë njohuri e informata për gjëra të tilla. Zakonshëm kemi ftuar musafir të ndryshëm, e që gjatë tërë këtij muaji të begat, sikur që i keni pa disa sosh, e tashmë edhe disa që na kanë mbetur, zakonshëm kanë qenë mysafir më të moshuar, të paktën se unë si moderator, e përjashtimet të vogla shumë, për të mos thënë nuk e di nëse kom thënë ndonjë hoxh më të ri. Nuk është edhe lehtë me mendu se më i riu di më mirë. Për këtë edhe kemi pasur hezitime, ndoshta kemi hoxhallar të ri, por e kemi një hoxh shumë të veçantë, i cili tenton që të depërtoj tek shpirti pa trokitur në zemrat e njerëzve. Në fakt ka rrëmbyer shumë zemrat të përcjellësve të xhamatit, kudo që janë. Pra, ky vjen nga Kumanova e jeton në Shkup, është fjala për hoxhën Mirësi Maliqi. Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se vjen, faleminderit shumë. Kumanova apo Shkup? Kumanova si identitet kulturor, Shkupi si hapësirë e veprimtarisë, besoj një përbërje e pandashme. Asnjëra. Atëherë? Alojm Gjilan? Po edhe Gjilani besoj ndoshta nëse njeri është rrjedh e prindërve, atëherë Gjilani është më i fuqishëm se Kumanova edhe Shkupi në këtë rast. Dajt ku i ke? Në Gjilan. Babën? Gjithashtu. Ukri? Po e lojmë pra Shkupi ka fat që e ka këtë hoxh atje, por megjithatë kur të na vjen rendi, ne do të themi se është i Kosovës, jo i Maqedonisë. Respekt. Hoxh i nderuar, ne në fakt bëjmë një shkputje të ndonjë pjesë të ajeteve të agjerimit, për pas si pjesë të nisjes së bisedës tonë, por me ju po dua të vënoj pak atë pjesën. Po dua të vënoj se e di që ke shumë material, sidomos të pjesa e ajetit, nuk e di, edhe kjo është ka qenë gabimi imi, është dashur me të fut diku ku nuk është fushë jotja, ku të këshim sikletuar pak më tepër në përgatitje të material, por kjo pjesa e jetit është shumë brumi jote dhe na mban deri në mëngjes. Atë ndoshta kjo ka të bëjë me njohjen që ka ustaj me nxënësit. Nuk e di, por kur jemi këtu të ustaj me nxënësit, unë në fakt po i them teleshikuesve, kur kam pas diplomuar dhe jam kthy në vitin 2002, pastaj jemi ngjitur në fushën e thirrjes së davetit, në ligjërata të tjera, aktivitete. Mirë po, ka qenë e njohshme edhe rrjetet sociale të kohës. Në atë kohë, pra, ishin disa forume që qarkullonin me emaila, në fakt, bëheshin bisedimet. Dhe vinin shkrime nga një personazh nga një emër që unë e mendoj atë botë që ai po të 50-at do t'i ketë Mirësi Maliqi. Edhe pak interesante se i vjetër për këtë emër, Mirësim, por unë ta ketë dikush. Ne i kishim atë kohë presidentin me emrin Fatmir. Nuk ishte gjë interesante, por që po mdel ai Mirësimi nxënësi shkollës mesme,
E unë po mësoj prej ti, prej shkrimeve të ti, prej qasjes që kishte shumë interesante, nuk e dija këtë. Më të paktën kam pritë që do të bësh hoq. Pse u bëre hoq? Po besoj ndoshta presioni i madh i pasionit. Pastaj ndoshta ajo hershmëria e qasjes që ta krijon një uri, cilën uri ndoshta sado që mundohesh me shurë nëpërmjet asaj që ofrohet në rrethin tënd, megjithatë e keni imagjinat edhe spekulon për mendave të vetës që duhet me te kalu kufinin, me dalë pak prej kutis, edhe rrëdhëmisht me shku me një botë pak ma të gjerë. E besoj që gjua e Koranit edhe do të thotë bota ku historikisht është zhvillu, do të thonë disiplinat islame, ta ofron më shumë fantazien që kimu përmbush me lejnë Allah s.w.t. Besoj ajo ka qenë më shumë të. Në fakt, ju jeni djali i profesorit të nderuar tashmë në botën tjetër, që tjetë i thoi një ndjerë, por ne nuk i themi ndjerë. Allahu mëshiroft profën Nazmi Maliqe, që tërë Shqiptaria njeh për punën, kontributin e tij, sepse ishin të pakt intelektualet të nivelit ti që të kishin gjyrim islam, dhe ne në fakt me ta ushqeheshim. Ali Ilyasi, profesor Milazim Krasniqi, doktor Ferid Agani, profesor Nazmi Maliqi ishte që shumë i butë, shumë i qetë, shumë i tillë, dhe familje plot me intelektual. A je i vogliti? Po. Sugarit del hoxh, sinqerisht interesant. Unë jam sugari i babës tim, unë jam sugari i hoxhës. Kam dalë hoxh, fundjes kam pas kat jam baj. Ti pse nuk lakmohet jesh profesor universitar, qeveritar, ministër? Ndoshta, me thonë, ndoshta me një fjalë, është punë fati, sepse edhe këto përcaktimet e mëdha të jetës mbi gjitha janë fat. Po pastaj nuk muj me mbajt fshehur që qatë pasion që sapo e zura në gojë është pasion të cilin ma ka ushqyer pastaj edhe vetë baba. Kuptimin që për të ka qenë një pjesë e shtuar e vlerës në jetë, me hyrë edhe në këtë domethënie. Domethënia e shërbimit të drejtë për drejtë të fesë Allahut, edhe pse edhe ata e kanë shërbyer, edhe të tjerë të shërbejnë fenë Allahut subhanallahu, mirë po shërbimit që ndodh nëpërmjet ligjërimit fetar edhe nëpërmjet shërbimit të xhamive kështu me radhë është ndoshta e pjesë që s'po thami ka mungu, po ndoshta ka pas dëshirë me plotësu, edhe jam i lumtur që po bëhet inshallah. Madje jo ndoshta, ne në vitin 2015-16 kemi pas më shumë kontakt me te. Kishim profesor pra, e që në margjinat të ligjëratave ai ka qenë shumë modest. Fakt edhe udhëtime na kanë ndodhur që të bënim se vërtet pa qenë shofer kur me gjas, ose pa vozit, kem pi kafe e tjera, por kur e pyesnim për ty, me shumë admirim, domethënë, i hapej fytyra, bosqeshte dhe ishte shumë i kënaqur që je në këtë fushë. Alhamdulillah. Nëse ai nuk e dinte se ti do të bësh hoxh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. U bëre hoxh, por në fillim ke qenë i heshtun. Diplomoj mirësimi, ai mirësimi, thjesht. Unë e pritja atë mirësimin e madh, nuk diltën pa. Ku shefe? Realisht unë konsideroj që kjo ndoshta duhet më kthy si metodologji e kyçjes së figurave të reja të Davetit, që paraqitjet e gjona mi pas një vërtetimi më të ngushtë, në kuptimin që disa vite dëshmojnë veten tek shkrimi, disa vite dëshmojnë tek një xhamat, disa vite dëshmojnë në xhami kështu me radhë, në mënyrë që të mos ketë eksperimentime me masat, të cilat pastaj do të thotë ndoshta edhe vështirë kurohen. Kuptimin që unë kam thonë shpesh, një hoxh i cili e marr një xhami është hero për arsye se aty do të thonë me plot këtyre fjalës gërshëton këtë sfidat e xhallokut. Edhe kjo ka qenë dëshira ime që edhe shpresoj edhe këmbguli që paraqitjet më të gjona me pasën më nivel përgjegjësinë e fjalës publike. Ndaj duhet me dojmos të jetë një periudhë e përvojës. Dhe këtë fakt e kam pas edhe porosi prej babës që edhe madje edhe studimet postdiplomike mos bëhen më njëherë pas fakultetit. Për arsye se ti me studimet postdiplomike duhesh me ardh diçka që ja shton njerëzimit, një vlerë të shtuar. E nuk mundesh ti vetë të mësuar do mi pru njerëzimit. Kuptimin që del, shkobani përvojë dikon, puno, shërbeja çat ide, çat koncept, edhe pastaj me të zhvilluar, sepse ka diçka që nuk vot nga pak. Po, edhe reflekto, shife, një vetveten, pastaj me ato intuitën e re,
edhe me atë pjekurin që vjen tutje, po edhe mbi gjitha me atë zhvillimin e përgjithshëm të jetës, po edhe me ndryshimet e rrethonave, sepse fundja ti kemi taku një qetërit brez. Nëse ti mos fakultetit ky që është fuqishëm në skenë, me gjas nuk e ki të ekuilibruar cilit brez po i dedikohesh. Sepse një 24-5 vjeçar, akoma është në një kohë ngritje dhe formimi, që ai as nuk është në përbrezin në shkuarje, as përbrezin në ardhe. Ndërkohë, kur je në mes të ymrit tanë, prapësisht 30+, fillon me qenë më i përshtatshëm për ata cilët janë një 10 vjet më të ri, edhe t'u bë gati për gjeneratën tënde 50 viteve. Kuptimin që është shumë konsultime ose shumë tema, ndonjëherë ka ndodhur disa herë me shok, me xhallar, kur janë hap disa tema, edhe janë propozuar merre këtë temë, tha i kum thonë kjo temë mund të jetë e saktë nëse ju isha referuar literaturës. Po nuk është e denjë moshën që je. Që i bie domethënë denjësia ndonjëherë e paraqitjes lidhet edhe me moshën. Edhe kjo ka qenë ndoshta kryesisht arsyeja e asaj fshehjes. E fshehjes. Unë kam një dro që njerëzit si ti, ka hoxhallar të tjerë, që nuk kanë bazament të shkollimit mesëm fetar, por nuk janë në medrese. Sepse orientimi shumica e ne hoxhallarëve është nga shkolla fillore, orientohemi, shkojmë në medrese dhe në fakt ndonjëri prej neve që nuk është bërë hoxh, ai ka dalë nga rruga, ne kemi vazhduar i bie. E kundërta ju që keni bë shkollë tjetër, gjimnaze të ngjashme, të bëni hoxhallar, kemi raste por janë më të rralla. Pse unë kam një farë hezitimi në ju? Më pyesish pse? Sikur duket ju nuk ju kemi përmbushur, ne po flas. E është dukur që këta nuk janë ka bojnë punën mirë, janë arabizu paksa, kanë një mentalitet të hoxhës klasik, unë do të shkoj ta thej këtë. Ndoshta gjenerata ju nuk ka qenë aq e guximshme me menu kështu, edhe pse e vlerësoj nëse dikush menon kësaj, kuptimin që duhet çdo gjenerat me menun që nuk i ka bërë gjeneratave të mëparshme absolutisht, në kuptimin që gjithçka duhet me bë si vazhdimësi. Ndonjëherë duhet me rreziku për qenë edhe prurje e një realiteti, domethënë të ri. Shkollimi i mesëm e parapërcakton rrugtimin e shumë njerëzve, mirë po jo rrallëherë është mosha aq e re që jo detyrimisht mu kon sigur që bëhet fjalë për një përcaktim, vetë përcaktim domethënë shumë të plot. Ndaj i shkon mirë me u kombinu daveti edhe me figurat cilët rriten me ëndrrën e të qenit hoxh, prej vegjeli, po edhe me ata cilët ju lind pasioni tutje, mirë po kjo me pas një kufi. Më thonë nuk lind pasionin në moshën 25 vjeçare, 30. Ajo është domethënë pastaj me mbulu ndoshta zbrastira. Ndërkaq në moshën e të shkollës mesme mund të jetë. Mirë po megjithatë, kjo nuk duhet në asnjë situatë më kthy në një diskutim relativizues për shkollimin e mesëm në medrese. Jo, padyshim, do thotë njerëzit që herët e kanë orientimin, do thotë medreseja është rrugtimi më i sigurt i cili i jep një formim të gjerë dhe paraprak, e sidomos nëse konsiderojmë që votar një gjenerat e re, e cila sfidohet më shumë, lexon më shumë, po edhe këtë prekjen me gjuhët dhe kulturat e huaja ka të hershme. Dhe rrjedhimisht nëse ai nesër në një moshë relativisht të fakultetit vetë se shohet në libra në gjuhën arabe, pasi që e ka fituar një kulturë paraprake, mund të nuk konë kjo një përparësi për ta. Ju konkretisht në shkollë mesme vendoset që të marrë këtë orientim, apo? Po. Në cilin vit parapërsisht? Që në fillim. Po. Dhe në atë kuptim e shehnit vetën si studius të fesë në të ardhmen. Se njëri gjatë shkollimit, me gjithat edhe në bankat shkollës e shef vetën në profesion të caktuar. Ma shumë ka qenë përmbushje përpjekjeve të mia se sa si një aktor. Patjetër. Po pastaj dia të orienton që të marrësh edhe rolin. A provove në ndonjë fakultet tjetër të regjistrosh? Po, kom qenë i pranë në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe? Po, derisa më doli pranimi për pse në gjuhën shqipe? Po ndoshta ajo. Për ta kaluar vitin atë. Jo, prirja dhe dyta ndoshta imitimi i babës tam, se ai ka qenë fillimisht i orientuar ka gjuhët, po pastaj do thotë ka kaluar drejtim tjetër. Ka kënë përndryshe ju shkruani bukur. Alhamdulillah. Do më një bëni pa redaktur ato me gjas, të shkrimet e ju, ja? Po, shka është
Publikimet lira, po. Në përjashtim të dëni butimi, ajo redaktohet Po, pa tjetër, ato janë protokollet që shtëpitë botuese i përmbajnë. E kjo është për tu admiruar, se në fakt, jo për tjetër, por disa e thonë sot në përgjithësi që si kategori edhe si klas, hoxhallarët janë ata që më së miri komunikojnë gjuhën shqipe. Po e thonë kështu. Shumë kun kam dëgju për gjeneratët të reja, por të thuhet edhe të shkruhet gjuha, të dihet se një gjuhë nuk zotrohet mirë derisa edhe nuk shkruhet mirë. Vërtet. Atëherë këtu keni në fakt një të veçantë, në fakt rrallë janë ata që e bëjnë një gjë të tillë. Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Pas 3 ajeteve që Allahu xhalla xhelaluhu foli për agjerimin, obligoi për agjerim, tregoi qëllimin pse, na tregoi se nuk është tërë jeta adhurim dhe ibadet, pastaj na tregoi pse specifikisht atë agjerim tash ta orientojmë në Ramazan, cilat janë qëllimet e këtij agjerimi tjera, dhe ky ajet sikur duket që është dalje nga tema apo është vazhdim i temës. Është vazhdim i temës. Është vazhdim. Po atëherë pra nuk kemi gabuar nëse kemi kapur me këtë. Ç'kuptim ka ky ajet? Po gjithsesi se agjerimi është përpjekje më dukshme të asaj thirrjes së brendshme të afrimit. Do ti duran, abstenon e kështu me radhë me një synim. Ajo synimi i bazë që dëshiron më afro Zotit. Fetaria si koncentrim veç me fitu shpërblimin nuk është thelbi. Ose edhe vetëm shpëtimi prej dënimit nuk është thelbi. Domethënë thelbi është afrimi. Dhe ajo është pemra e Allahut, Semiun Qarib, ai i cili domethënë edhe dëgjon edhe është i afërt. Dhe afërsia me Zotin, domethënë është ai boshti kryesor i fetarisë. E aq më tepër që dietarët e kanë përmend që kjo pjesa e lutjes, kur të pyesin, do thotë robërit e mi për mua, thuaj nga më afër, e kështu me radhë deri në fund të ajetit, çdo ibadet e gërthen në vetvete lutjen. Në njeri kur falet, edhe nëse nuk thot o Zot ma prano, në vetvete përpjekja e tij është një lutje o Zot ma prano. Kështu që sikur thot Allah subhanahu wa taala, ju tash agjerut, ju tash ju përgjigjet Zotit në këtë kërkesë dhe këtë urdhëresë për të agjeruar, ju në vetvete sikur i thoni Zotit apo na afran, apo na pranon. E tash Allah azza wa jall e shton, do thotë, përveç agjerimit, përveç domethënë madhnimit të muajit e kështu me radhë, i shton domethënie të afërsisë nëpërmjet njohjes së tij, nëpërmjet lutjes së tij, nëpërmjet sforcimit të domethënieve që kanë bëjnë të thotë me afërsinë e Allahut subhanahu wa taala. Se kjo koncepti i afërsisë është një koncepteve që ata të cilët nuk janë fetarë ju mungon e pjesa themelore për me kuptuar pse njerëzit janë fetar. Shpesh do thotë e shohim fetarin për jashtë si norma. E shohim vetëm si gama e disiplinash e kështu me radhë. Por realisht është përjetim i afërsisë. Ajo që quhet me ayetullah, të qenit Allah me ty. Se realisht Allah është me krijesat e tij, me dëgjimin e tij, me shikimin e tij, me dijen e tij, mirë po Allahu e ka një lloj afërsie të veçantë me ata të cilët janë kërkues. Ata të cilët janë në projektin e afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që unë konsideroj që vazhdimësia e jetëve është e qartë. Është e qartë. Ajet Kuranit i kanë zbrit urdhën pi çaj, se e di se je edhe pasionant i çajit. Edhe në fakt është sofra e Ramazanit. Në ajet Kuranit kanë zbrit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që i bie megjithatë racionaliteti i thënieve të Allahut lidhet edhe me njerëzit, pra janë gjenerata e sahabëve. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Kur të pyesin ty, sikur ndoshta edhe nuk të pyesin. Po nëse të pyesin, atëherë tregoju. Në fakt ajo ishte një dilemë. E qaribun rabbuna fanunadihi au ba'idun fanunaji. A është afër e ta thirri me zë të heshtur, apo është larg a ka pasur koherencë kjo çështje me atë gjenerat si duket? Megjithëse
Koha kur ka zbritur, konsideromi që mas shumë ti takon diskursi atyne, diskursi përgjithshëm deri në ditën e fundit. Patjetër. Sahabët kanë qenë shumë kurajshtar me njoh Zotin. Kështu që cila do mundësi e parashtrimit të një dileme, domethënë u kanë hapur që ata me njoft më shumë domethënë Zotin e tyre. Në rastin që po e citoni, do thotë ata janë lutur disa njerëz me Zot ngritun. Edhe ndoshta ka qenë më shumë si pasojë e preordhjeve të mëhershme. Po patjetër. Edhe njerëzit kur konvertohen edhe kalojnë në fe ose në kultura të reja, zakonisht ato mbetjet nuk janë të pashmangshme. Ndaj domethënë vën kjo ndërhyrje, kushtimisht thon kuptimore, që me pru një koncept më të konsoliduar në raport me Zotin, që thirrja me qenë duke ndjer afërsinë e tij. Kjo do thotë na nuk e ndjejmë që dikush për një moment e njeh Zotin, nëse thirrja drejtuar Zotit e bën me bërtitmë. Kuptimin që britma nënkupton që nuk po e ndjen që është shumë afër. Jo. Edhe ndaj njerëzit e qetë, në një farë formë qetësinë e tyre e kanë edhe për shkak të majies së Allahut azza wa jall, që Allah është me ta. Edhe pjesa më e shpërfaqshme që ndoshta mundi me ndje, sidomos konsideroj në Ramazan është e mundshme kjo, me ndje do thotë majinë e Allahut kur Allahu subhanahu wa taala sillet botë me ty, teksa të çlon prej shiu të botë kuptimeve që i ndjen. Dhe pjesë e këtyre botë kuptimeve është kjo, me ndje do thotë që Allahu është shumë afër. Për shembull, me ndje hadithin për shembull, nëse robi afrohet një pllomb me mua, unë i afrona një kraj, një pashë kështu më radh, nëse ai përpiqet mua afrohe duke ecur, unë afrohem duke vrapuar, duke nxituar, do thotë, to si botë kuptime, edhe pse janë hadithe të cilat e kanë atë interpretimin e tyre se çka është për qëllim, mirëpo thelbi është që njerëzit në raport me Zotin e pas një kuptim ma autentik, edhe mos me gërvish këtë botë kuptim duke përzi me mbetjet e tyre të së kaluarës. Është më tepër mos me realitetet e sotme. Për shembull, dinamika që sot njerëzit e kanë, edhe zhurma e madhe që njerëzit e kanë sot në zemrat e tyre, në shkaku i lakmisë dhe i ekspozimit të madh, i bën që ndoshta të mendojnë që gjithçka realizohet në soi të tyre. Ndërkaq në moment që ti lidhesh me emrin e Allahut qarib, e ndjen që ti në momente të caktuara dosh më zhvesh pi vetvetes, dosh me ul unin tënd edhe egon tënde, edhe rrëdhëmisht pastaj më aktivizu tek koncentrimi që ky që është qarib, ky është ai i cili të pa çka po do dhe e di çka po synon. Ndaj thymja e unit që ndodh gjatë agjerimit e ka këtë pjesë. E ka këtë pjesë me aktivizue ndjenjen e afërsisë me Allahun subhanahu wa taala, sepse ajo ngopja ekstreme që i ndodh njeriu shpirtërisht në aspektin qoftë emocional, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin epshor kështu më radh, e nxjerr nga një botë që lidhet me qiellin tek një botë shumë shtazore. Edhe agjerimi vjen me aty këtë ndjenjë kafshërore tek njeriu dhe rrëdhëmisht me aktivizu shpirtin. E shpirti nuk mund të më aktivizu. Me bëma njerëzor. Po, me bëma njerëzor, mirë po shpirti për më aktivizu, duhet më aktivizu domethënia e afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. Jo më larg për shembull, Allah subhanahu wa taala dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam, sigurisht në surën Alaq, bëj sejdë Allah dhe afro ose robi pamë sa më thonë robi mos afër me Allahun është në sejdë, të janë botë kuptime që sa më shumë që ti e shpërfaq porosinë, theksohet afërsia. Këtë rast ku shfaqet më shumë ti porosia për Allahun në sejdë. Edhe në moment që shfaqet porosia e madhe, po vin më njëherë domethënien e afërsisë. Bëj sejdë dhe afro. Mos afër me Zotin, kur është domethënë në sejdë. Që vjen edhe agjerimi, edhe rrjedha e jetës është pikërisht kësaj domethënie. Domethënia e thymjes së nefsit edhe aktivizimit të afërsisë me Allahun subhanahu wa taala. A duhet fajsuar shumë njerëzit që nuk e ndin këtë afërsi? Të mirë ke për besimtarët e devotshëm ashtu është. Ata janë në sejdë dhe por një njeri i rëndomt do të thoshte ku e keti Zotin afër? Ndonjë tjetër edhe do të arsyetoj, thotë, po mos më vajso mua, sepse ka pas edhe njerëz të mirë dhe të mëdhenj dhe të arritur dhe që kanë pas këtë bindje, hatta yaqul ar-rasul walladhina amanu ma'hu mata nasrullah. Ndihma e Allahut është afërsi po ashtu. Allahu po t'i di hjekat e tua, angazhimet e tua, po shpesh herë dhe në çmimin që po ta bëjnë. Dhe po e di se ti je i drejti, ata janë në të shtembërtën. E ti je viktima, ata janë terroristët. Ti je
pa kur farë dyshimi njeri që të Zoti vlerësohesh mirë në kuptimin e rrugës, rrugtimin të adhurimit të ibadetit, mirë po të tjerë po të pushtojnë tankët e tyre mbi ty. Qizmja ushtarit të armikut është mbi qafën tënde. Ekonomia tyre është më fuqishme. Ku është Zoti? Dikush do të thoshte, më falti. Saksisht, pjesë e njohjes së Zotit është edhe njohja e ligjeve të tij me krijesat. Ndaj nuk duhet të shihet fetaria si mrekulli. Kuptimin që ne falemi, agjerojmë edhe ndodh mrekulli. Jo, ne falemi, agjerojmë dhe duhet të realizojmë edhe shumë ligje tjera, edhe të realizojmë edhe shumë norma tjera për me bë një jetë normale. Do thotë nuk ekziston një formë e funksionimit të botës ku njerëzit në mes vete funksionojnë mbi bazat e mrekullinave. Mrekullinat janë rase përjashtuese. Ndaj, unë konsideroj që vetë pyetja duhet përcaktohet. Nëse bëhet fjalë nga ata të cilët nuk e njohin Zotin, atëherë përgjigjja është le ta njohim Zotin. Le ta njohim Zotin me emrat dhe cilësitë e tij, le ta njohim Zotin me drejtsinë e tij, le ta njohim Zotin pastaj edhe me se si sillet ai me krijesat e tij, që mund të jetë kjo ndoshta që mund të zgjerohemi pak më shumë. Ndërkësh nëse është fetar, atëherë pikërisht duke dalur pyetja nga fetarët e problematizon një situatë. Është ku fetarët kanë një lloj vetpëlqimi që vërtet na qëndrojmë mirë pse Zoti s'po na ndihmon. Po edhe një profet mendoi kështu. Jo, profeti Allahu subhanahu wa taala në ajetin në fjalë deklaron fjalën e profetit me të popullit vet dhe nuk e don. Dhe kjo pyetje kur së bashku me ta. Po, pyetja e profetit është pyetje sigurie, jo pyetje dyshimi. Edhe rrëdhëmisht do thotë kanë qenë në pritje të një rrugdalje dhe padyshim që Allahu ja për rrugdalje, domethënë rrove të të devotshëm. Mirë po, realiteti thotë që kapja e fetarisë edhe botkuptimeve fetare në këtë copëzim që ekziston sot, duke përparuar shpirtnesh ndikun, duke ngecur moralisht, ose duke përparuar moralisht, po duke ngecur tek ligjet se si funksionon jeta kështu me radhë, prishet balanci dhe Allah nuk i ndron ligjet për shkak të dikujt. Janë ligjet dhe zakonet e Allahut me njerëzit. Është ligji i Allahut që kush punon i ka këtë rezultat. Për shembull, prej ligjeve të Allahut që ne shpërfillni, është pasojja e brezave. Është ligj kjo për ligjet. Domethënë, ne sot mbjellim diçka, po nuk e korrim dot. E korrim brezat në ardhje. Madje ndoshta ne kemi hadithin nëse e ke një fidan në dorë mbjell edhe domethënë edhe sot nuk e ndodhen kiameti. Çka le menon ku duke hadith që prej ligjeve të Allahut është që çdo brez duhet të më punu për veti edhe për brezin e ardhmë. Që i bie na mund të jemi sot si umet duke paguar faturat e brezave të kaluarës. Është e drejtë kjo? Po, është e drejtë, për arsye se shumë çka në botë nuk është që përmbyllet me një 20 vjeçar ose 30, 50 e kështu me radhë. Për shembull, nëse ti e robnon një popull, e le 30 vjet për shembull në robni, nuk mund të shpaguhet ajo pastaj me 20-30 vjet. Mund ai populli tjetër që ka robnu ta paguajë borxhin ndoshta me një shekull. Ose ku diun faturat e padienis ose faturat e të huajtjes, nëse analizojmë për shembull vetëm periudhën e prej të Munit deri te El-Wathiq, periudha diku 14 vjeçar nëse s'gaboj, që torturohen dietarët, apo në kohën e kalifatit Abbasit, ajo të janë 14 vjet, mirë po pasojat kanë shkuar me shekuj. Janë 14 vite ku janë faktorizuar idhtarët e bidatit dhe janë zhbë autoritetet e ilmit edhe të sunetit, pasojat madje edhe shumë pasojat që sot i kemi janë të atyre viteve. Sepse kjo është prej ligjeve, domethënë mund një zbulim kushtemshtan me një shtet, ta çojë një qytetërim në pjedestalet më të larta. Po mund edhe një gabim, një moment. Krahasoj njerëzit do e mos duhet të zgjedhin kush u qëndron në kohë, kush i përfaqëson, kush janë në ballinë të tyre kështu. Kështu që besoj që përgjigjja thelbi, përgjigjes ka të bëjë me njohjen e Zotit dhe rrëdhëmisht edhe njohjen e zakoneve dhe ligjeve të Zotit në raport me krijesat e tij. Po, megjithatë, sikur duket që kuptimi i ajetit të Kuranit Zoti i Madhërisht do të mund ta përmendte edhe me emër. Në fakt, në komente mund të aludohet për emrin se cili profet ka qenë. Nuk është fjala që të përshkruhet dobësia e tij ose besimi i tij ult. Përkundazi profetët kanë qenë shkalla më e lartë, për këtë e thash. Por Zoti i Madhërisht sikur na e thotë që nëse ju korriteni, mos u dëshpëroni, sepse ka momente kur edhe burrat e mëdhenj ndoshta ju duket që ndihma po vonon. Ela inna nasrallahi qarib. Edhe kjo është pjesë e ligjeve.
Patjetër. Që pjesë e ligjeve dhe zakonet e Allahut me krijesat e tij është që për të pa kush është këmbgulës, kush e meriton një lavdi të madhe. Edhe shpesh ndodh që lavditë e fituara shpejt edhe humben shpejt. Dhe prandaj disa prej lavdive që konsiderohen që po na vanohen, realisht nuk janë duke u vanu. Ato janë duke ardhur në kohën që pastaj të jetojnë më gjatë. Dhe këtë ne kemi pa, për shembull, disa qytetërimë islame që kanë ardhur me vështirësi, pastaj kanë jetuar shumë shekuj. Dhe disa të cilët janë arritur shumë shpejt, kanë shkuar shumë shpejt. Për shembull, nëse mund të them në qytetërimin islam të Mekës nuk ka dezertim. Ndërkohë në qytetërimin islam të Medinës, ku me të shtuar islami me të madhe vinë shumë fise pas asaj jehone të islamit, dhe ka ndodhur dezertimi pas prej 10.000 çliruzëve të Mekës në Haxhin Lamtumis 100 sa mi. Me po, domethënë kjo është shumë, imagjino bëhet fjalë për një epokë, apo? Një epokë që kryepersonazhi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një epokës tregon dallimin. Domethënë, kjo e cila është arrit me shumë vështirësi, janë qindra sahabe të numërueshëm, edhe vjen kjo periudha pastaj që vjen pak më lehtë për shkak të jehonës, megjithse alhamdulillah ajo baza e ansarëve ku ne shëndosh, po pastaj këto pjesët e rrethinës së Medinës kanë dezertuar pastaj më lehtë, sepse shumë herë kjo është vën lehtë edhe humbet lehtë. Mirë. Kjo i bie, hoxhë nderuar, që ndonjëherë është pikërisht afërsia e Allahut dhe lutfi i tij, kujtesi i tij i afërt i Allahut që ndonjëherë nuk të jep një rezultat të cilin ti je duke këmbgul, sepse nuk është më e mira për ty me marr tash. Për shembull, ndonjëherë ti je vetëm prend i një fëmijë ose dy, edhe ata janë shumë të vegjël. Do sukseset mëdha nuk mund ti shpërndash me fëmijët ato, janë shumë të vegjël. Të vanohet një sukses sepse mund ta shpërndash, se kur ti je sukses shumë i madh, mund ta shpërndash me fëmijët e tu. E ata kur janë me një moshë tjetër mund të jetë më e përshtatshme për ta, që atëherë ti je i suksesshëm për diçka. Me po njerëz kuptohet, sikur që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, sikur njerëzit tu hiqe perdja për ta kuptuar urtësinë e Allahut subhanahu wa taala, do të ishin shkrir nga qefi i madh se si Allah i ka rregulluar gjithçka. Me po i mungon do thotë kjo njohje. Ndjenja e njerëzve tash kategoritë janë të ndryshme, por në këtë periudhë për shembull, në vend se argumentet të duken që janë më të mëdha, më të fuqishme, më këmbgulëse për besim, megjithatë edhe ateizmi e kem shumë në përhapje. Nuk e them vetëm tek muslimanët. Muslimanët domethënë tradicional që del me emrin Muhammed ose thotë kam babën apo gjyshin hoxhë dhe fillimisht krenohet me atë, fillon një farë parathënje të paraqitjes tij se unë vi nga një familje fetare, por duke kuptuar që feja s'është kurrë sikur kështu do të thotë, unë tash jam ky që jam. Plot prej ateistëve të fillojnë të tregojnë se dikush prej gjyshëve është haxhi apo hoxh. Edhe tek krishterët, sidomos për shembull në Evropë është më së theksuar. Nga kjo, a nuk po i shohin argumentet e Zotit në mënyrë të vazhdueshme? Apo është duke munguar thirrja monoteiste, qoftë po flasë edhe e kishës, edhe hoxhallarëve dhe... Realisht kjo është ndoshta lyp një trajtesë më të gjon, po unë konsideroj që nëse e shohim ku e ka theksin më të fuqishëm ky realitet i ri botnor, që është domethënë tek qefet, tek materializmi edhe tek kotosina, domethënë tek gjonat të pavlera. Këto tria janë ideje mjaftueshme për mos mi pas gjonat që janë ndoshta të prekshme. Para se me shku ndoshta me një përgjigje pse njerëzit janë largu prej Zotit, njerëzit janë largu për shembull edhe prej vetvetes. Është e qartë. Rrjedhimisht. Po, mirë po, për shembull ndoshta dikon është e habitshme të qysh dikush me një periudhë fetare e largohet prej Zotit. Po imagjino sa do të më kon larg natyrshmërisë njëri mu largu edhe prej vetvetes, edhe prej prindërve kështu me radhë. Mirë po kjo nuk është e largët aty ku dominon do të thotë materializmi, zhytja e tepërt në qefe, edhe kjo e treta që realisht sot besoj në konsideroj sidomos te gjanta ze është ndoshta për probleme më të mëdha, më ardh interesant sa në atë kohë. Edhe ajo krijon një lloj etje të keqe, edhe një lloj urie domethënë shumë të çuditshme, edhe rrjedhimisht në vazhdimsi duke u vënë në kërkim të këtyre përmbushjeve, se këtu janë gjoja sikur të pish ujë në deti, domethënë krijohet një lloj dehje keqe që realisht nuk sheh dha çka do të më pa. Ndaj shtimi i argumenteve dhe i prurjeve të reja nga shkenca kështu më radh për me njoh Zotin më shumë, kanë ardhur në momente ku njerëzve ju kanë humbur syt.
sytë e zemrës, sytë e arsyes, sytë e natyrshmërisë, edhe rrëdhëmisht ato prurje nuk janë duke kryer as shumë punë. Dhe kjo e sforcon edhe një domethënie tjetër, që shpesh ndoshta për ta mbjellë besimin, fillimisht duhet ta rregullojmë tokën. Do thotë fara e besimit mund të jetë shumë e mirë. Mirë, por nëse toka është shumë e egër, ne do të punojmë tokën edhe klimën që i përshtatet asaj toke. Do thotë sidomos kjo kur dojnë me eksperimentu me ndonjë bimë, fillimisht studimet kanë të bëjnë me tokën, jo me bimën. Bima është në rregull. Unë konsideroj që bima kur s'ka qenë më e mirë, edhe pas profetëve kuptohet, mirë po megjithatë toka është shumë e egër. Toka është shumë e egër. Për ta lokalizuar pak çështjen tek shqiptarët si është gjendja. Ju ligjëroni për shembull dhe madje ato vitet ku unë më tash nuk dukeshe të ishen më shumë në perëndim. Diaspora, ndikimi, pastaj edhe këto rrethana të tjera, unë dy plot djemtri të Gjilanit që me padurim presin ditën e mërkurë të vinë të përcjellin ligjëratët juaj në Shkup. Si është ardhmërinë e kësaj gjenerate? Unë konsideroj që është një ardhmëri shumë e mirë, edhe shumë premtuese, sidomos që kjo pjesë e natyrshmërisë që akoma është, alhamdulillah, më e shëndosh sa GTU, jep me tregu që toka akoma vazhdon të jetë pjellore. Sidomos, nëse kemi konsiderat qysh kanë hitë partë tonë islam. Kryesisht studiuese huaj që kanë folur për shqiptarët e kanë vënë theks pjesën e moralit edhe të ngjashmërisë konceptit familjare kështu me radhë mes islamit edhe mes traditës shqiptare, edhe rujtjes së vlerave kështu me radhë. Kështu që Islami vjen si një forcë mbrojtëse edhe një forcë e re që ju ndihmon. Nuk është domethënë detyrimisht për herë kjo dëshira për fen, një dëshirë puro fetare, shpirtnore. Është edhe morale, është edhe e qetësisë. Shumë e rëndësishme është që disa popuj nëse shenjtrojnë punën, disa të tjerë shenjtrojnë familjen. Disa të tjerë shenjtrojnë për shembull kujtimin e mirë për paraardhësit e tyre kështu me radhë. Unë konsideroj që këto vlerat që të bëjnë me familjen edhe me jetën në përditshmëri janë më të shnoshna të popullit jonë dhe rrëdhëmisht këto i ndihmojnë shumë domethënë që ka me pas një armëri shumë të mirë të fesë, po e bëj këtë si paralele me perëndimin, jo detyrimisht me vendet e tjera. Ndërkaq ajo që i bën shumë dalluar këta trit që kanë një motiv të fuqishëm për Islamin, është një lloj pjekurie e re. Domethënë nuk është pjekuria e zakonshme. Është një lloj pjekurie e re dhe këtë ne e shohim për shembull, ndoshta diçka që kanë të kaluar, ndoshta kemenu me zbatu me një djalë i cili ka 5 vite ose, so ndoshta e bën mas 6 muajve. Është një pjekuri, ndoshta lyp mu trajtu në mënyrë çështëshme diku tjetër, pjekuri e theksuar nga sfidat e mëdha, nga shlumja e madhe në botën e suksesit, pastaj nga një liri e re që tritë kanë, ku pavarësohen pak më herët prej rrethanave që zakonisht të kaluar ndoshta e kanë çu pak më kadal pavarësimin. Krejt këto i bojnë më të predispozuar për me u ballafaqu me një diskurs i cili u jep botkuptime më të thella mbi jetën, edhe mbi përgatitjen për takimin me Allahun subhanallahu teala. Mendomos, por edhe sfidat në ato 3 fushat që përmendet, qefet për pasionet të epshet, pastaj materializmi në anën tjetër, janë thjesht shumë të fuqishëm, po e kota, sikur përmendet është aq mirë rrumbullaksuar, e veshur, që ti duket edhe një intelektuali si diçka joshte. Megjithatë, a janë të mjaftueshëm hoxhallarët me punën e tyre që kanë ligjërata, angazhime, ti dalin përballë këto katrahurë të mëdha të thirrjes për devijim? Realisht, jo vetëm hoxhallarët. Ndoshta pyetja edhe e gjerë, këta ata të cilët e kanë ngajlën e Islamit, a është duke u bë ball apo jo? Unë konsideroj që koha po ecë më shpejt se na duke mendu. Edhe rrëdhëmisht ndoshta ndonjëherë po ndodh që sapo aftësohemi me komunikuar me njerëzit në një formë, vetë se ajo i takon më të kaluarës, është dashur më bogati për etapën tjetër. Edhe kjo lëvizje shumë të gjeneratave e ka pas sfiduese. Imagjino do të thotë sot studiohet gjenerata e Covidit, do të thonë si gjeneratë sociologjike, me realitetet e veta, me për shembull imagjino nëse një i ri 2-3 vite i thuhet mos e përshëndet kërkan, mos rrem kërkan,
mos u afro gjyshit. Domthonë ky e ka një qasje dhe një formë të menduarit pas një periudhe që duhet mu bo gati që me komuniku me këtë njeri. Pra nuk janë vetëm ekonomistët ata që përmendin dhe shëndetësisë. Po. Janë edhe shkencat sociale. Absolutisht. Kështu që konsideroj që për të mos u lënë barrën ndoshta vetëm xhallarëve, domthonë si komunitet musliman, kushdo që e ka gojën për këtë fe, duhet më shumë bashkëpunim, më shumë diskutim, edhe më shumë gatishmëri për të lëvizur më shpejt. Po edhe vënë në theks veçantë lëvizjen e shpejt. Qysh mos na ikin gjeneratat, qysh mos na ike linku me ta, e mbi gjitha qysh mos na mbledhet një gjenerat mbi tjetrën pa u siguru që të parës ja morën dorën se si domthonë punohet me ta. Mirë shumë. Minutët po kalojnë, bisedë me ju është shumë e këndshme, por megjithatë për një përmbyllje, ata që e duan Zotin e kanë afër, ajo është afër sa ti ke gatishmëria edhe më afër. Në fakt thirrjet e tua janë shumë edhe ligjërimet e tua vënë në spikam ose mbulojnë këtë pjesë që shumë ne, disa hoxhallar të tjerë që merren më shumë me çështje sociale ju ndërtoni brendin e tij që në fakt është diçka e dobishme shumë. Ndonë se sigur na duket që ju keni qenë një kuadër shumë i gatshëm, i përgatitur për të marrë shumë ndoshta edhe me problemet filozofike që të kohës, se kemi mungesë të hoxhallarë të tillë. Për shkak të backgroundit dhe familjar dhe intelektual, megjithatë fusha ku je fut është e zotrën e mirë. Përmendet Ibn Qayyimin disa herë. Ibn Qayyimi është mentor i mirë, pikërisht për këtë kohë të krizës. Për ta kuptuar se si mbushet shpirti, se si ndërtohet ai bazamenti që pastaj krejt sfidat e tjera mund të jenë inshallah më të lehta. Mund të jenë më të lehta. Desha ta marr recetën që nëse eventualisht duhet bëhem si mirësimi, atëherë ti lexoj librat e tij. Biografia juaj çet në lajthitje. Të duket se le të njoftim ke tjera vite e kështu tjera. Nuk ke falsifikim dokumentish. Arsyeja është se hoxhallarët me bagazh dijes ju, na duket se duhet të jenë edhe mbi të 50 e tutje. Pas sukses hoxh Mirsin. Pas sukses edhe pas dobi prej teje kudo që je. E rëndësishme është ajo që kontriboni në të mirë dhe kontriboni për paqe dhe për dashuri për Islamin dhe për muslimanët. Kjo është ajo që na mungon. Allah shpëleft. Faleminderit shumë për mësimin, sheh. Me dhe qofshi, atëherë të respektuar teleshikues, arritëm në fund edhe të kësaj hallke të emisionit ton tash të përnatshëm në sofrën e Ramazanit. Ishim me hoxhën e nderuar Mirsin Maliqi, cilin e falenderojmë për pjesëmarrje dhe i dëshirojmë sukses këtij. Edhe juve të respektuar teleshikues, duke ju dëshiruar edhe agjerim edhe namaz, të pranuar për edhe gjitha ibadetet që i bëni ekskluzivisht me theks veçantë në këtë muaj të Ramazanit, për ta fisnikruar shpirtin sa më tepër dhe për të dalë nga shkolla e Ramazanit dhe shkolla e agjerimit sa më përfitues. Këtu ndahemi e ju qëndroni akoma me emisionet të tjera të PIS TV-s për të takuar nesër inshallah taala me një mysafir tjetër, me një temë tjetër. Qëndroni me ne dhe do të takohemi përsëri me lejen e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.